se desha me ty, na çka përjetojnë, nëse se dim këtë anatomi. Në shumicën e rasteve, pacientat mëngjes, kur I pastrojnë fytyrën e shohin që sklerat e bardha e syrit bëhet e verdhë. Edhe ngjyra e lëkurës andron? Ma vonë. Ma vonë. Të parën që vrejnë pacientat janë sklerat. E bardha e syve. E bardha e syve bëhet e verdhë. Okej. E pastaj pas kësaj, në qoftë se kjo nuk intervenohet me medikamente ose kirurgjikisht, atëherë duhet me u lajmëru sepse fillon me u zverdh lëkura. Edhe lëkura. Edhe kjo është pastaj fillon me u bë urgjencë dhe duhet me u lajmëru te kirurgu. E për këtë arsye tash, ose për këtë problematik, për këtë komplikacion, ekziston një tjetër lloj operacionit që quhet ERCP, shkurt, ERCP, 4 shkronja, gjatë nuk është në rëndësi me përmend, po në qoftë se zbërthejmë fjalinë gjatë, ERCP-s, është intervenim kirurgjik përmes gojës, me kirurgji minimale invazive, pacienti nuk ka premje fare, kalojmë përmes gojës, e kalojmë lupthin, te zora e hollë, në vendin ku zbrazet mëlçia, qatë pjesë ku është bloku ne e prejmë vendin, edhe I nxjerrim krejt gurt ose problemin që e ka shkaktu blokimin e qatij gypi.